Lëvizja Shqipëria bëhet i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e qeverisë që parashikon alokimin e 4 milion eurove për koncertin e këngëtarit Kanye West, i planifikuar të mbahet nesër në Tiranë. Në një dalje për mediat, drejtuesi i lëvizjes Adriatik Lapaj e cilësoi këtë fond si një padrejtësi dhe një keqpërdorim të parave publike. Ai theksoi se edhe pse opozita dhe lëvizjet qytetare nuk kanë mundësi të ndalojnë menjëherë vendime të tilla, ato do të ndjekin në rrugën ligjore për t'i kundërshtuar. Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat, një kompanie private, është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues Këshilli i Ministrave nevojën, për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat, dhe nuk justifikon as urgjencën, sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë, që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast Këshilli i Ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë. Ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro. Gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetësve përpara ligjit në enitet me të kushtetutës, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen një sër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi menjëherë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin në fletorin zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi menjëherë, pastaj publikohet në fletorin zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa ka hyrë në fuqi menjëherë, në gjykimin ton është i goditshëm menjëherë, sepse fillon prodhon pasoja menjëherë. Në këtë kuptim, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur të humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëjë kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si i papajtueshëm me kushtetutën. Padia në gjykatën kushtetuese synon të vërë në diskutim ligjshmërinë dhe arsyetimin e përdorimit të 4 milion eurove nga buxheti i shtetit për një aktivitet artistik, në një kohë kur debati publik mbi prioritetet e shpenzimeve qeveritare mbetet i fortë.